Pavarësisht kritikave të mëhershme, universitetet publike tani do të mbështesin ligjin e ri për arsim. Me 80 vota për dhe asnjë kundër, kuvendi vazhdoi gjendjen e krizës, opozita kritikoi pushtetin rreth mënyrës së menaxhimit të krizës. Bashkimi Demokratik për Integrim thotë se me angazhimin e ish-kryetarit të Bërvenicës është të bërë keqpërdorim politik, Komuna e Çajirit holli poshtë akuzat. Spitalet publike vazhdojnë të jenë më të besueshme dhe të vlerësojnë si më cilësore nga qytetarët pavarësisht mungesës së kushteve. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Ministri e Arsimit Vesna Janevska sot në qeveri u ka prezantuar përfaqësuesve të universiteteve shtetërore propozim ligjin e ri për arsimin e lartë. Pushteti pretendon se me këtë propozim do të përmirësohet cilësia e arsimit të lartë dhe se me këtë do të eliminohen mangësitë e ligjit paraprak. Ndërsa rektorët e universiteteve thanë se e mbështesin ligjin, por në konferencë kishte edhe kritika për mbështetjen që u jepet universiteteve shqiptare. Pavarësisht kritikave e vërejtjeve që kishin për propozim ligjin për arsim të lartë, rektorë të universiteteve akademike, profesorë sot e pranuan ligjin gjatë prezantimit nga ministrja dhe kryeministri. Mbështetjen e tyre disa e treguan me fjalë e të tjerët me heshtje. Universiteti Nën Tereza përshëndet iniciativën për cilësi më të lartë në arsimin e lartë dhe në këtë frym parashtroi edhe propozime të konsoliduara për përmirësimin e 3 projekt ligjeve, ligjit për veprimtarinë shkencore kërkimore, ligjin për cilësinë në arsimin e lartë dhe ligjin për arsimin e lartë. Universiteti Nën Tereza në Shkup të 3 projekt ligjet për ligjin e arsimit të lartë i përgatiti në mënyrë të koordinuar dhe institucionalisht të harmonizuar nga Komisioni Universitar i Universitetit. Pas përgatitjes së tyre, të njëjtët u nështrua një shërbimi gjithë përfshirës institucional dhe u miratuan nga organet më të larta të universitetit, përkatësisht rektoratit dhe senatit, duke siguruar kësaj një qasje institucionale të unifikuar dhe të harmonizuar në kuadër të këtij procesi me rëndësi të veçantë për sistemin e arsimit të lartë në vend. Me këtë, Universiteti Nën Tereza në Shkup e konfirmoi angazhimet e tij të vazhdueshëm institucional dhe pjesëmarrjen aktive profesionale dhe të përgjithshme në përmirësimin dhe zhvillimin e arsimit të lartë. Universiteti jon i mbështet fuqishëm të gjitha iniciativat të cilat kontribojnë në cilësinë e arsimit të lartë. Në këtë drejtim, si universitet nga debati brendshëm inkluziv, arrin në përfundim se duhet të mbështetet ligji për arsim të lartë, si një mundësi e mirë për përforcimin e më sutjeshëm të sistemit dhe harmonizimit me standardet europiane dhe globale arsimore. Në Universitetin Sveti Kirill. Ligji parasheh kritere më të larta për zgjedhjen dhe rizgjedhjen në tituj akademik, të cilat do të rezultojnë në rangime më të mira të universiteteve në nivel ndërkombëtar. Me këtë ligj mbrohet autonomia e universiteteve, kurse për herë të parë vendoset planifikimi buxhetor 5 vjeçar, gjë që sjell stabilitet më të madh në punë. Kryeministri Kristian Mickoski u shpreh se shumë vite është eksperimentuar me arsimin, ndërsa dëmi më i madh sipas tij është bërë në ligjin për arsim të lartë të sjellur në vitin 2018. E ligji i ri, thot ai, do të jap rezultate. Për mua është veçanërisht e rëndësishme që zgjidhja e re ligjore krijon kushte që të rinjtë të qëndrojnë këtu, të ndërtojnë rrugën e tyre profesionale dhe jetësore në vendin e tyre. Për herë të parë, studentët që me bursa shtetërore studiojnë në 100 universitetet më të mira në botë, si dhe studentët më të mirë në Maqedoni apo të shpallur më të mirët në universitetet e tyre, do të kenë përparësi në punësim në universitetet shtetërore. Ministri e Arsimit Vesna Janevska shpreh kënaqësinë që ligji ka marrë mbështetjen e komunitetit akademik. Siç mund të shihni, ka mbështetje të ligjit sepse këtu ka të pranishëm persona jo nga politika, por nga komuniteti akademik, për të cilët është e rëndësishme prosperiteti i këtij vendi. Në arsim, në akademi nuk ka politik, gjëgjësisht deri tani ka pasur, prandaj gjendemi në këtë shkallë të arsimit. I vetmi person që kishte vërejtje për ligjin ishte studenti i vetëm i pranishëm në konferencën e prezantimit të ligjit, Aleksandar Nikolovski. Ai kritikoi pushtetin që sipas tij financon më shumë universitetet shqiptare. Do të rikujtoj se 42 milion euro investon në Universitetin Nën Tereza, e cila ka rreth 2000 student.
Për krahasim, në vitin 2025 për ndërtesat e Fakultetit të Shkencave Informatike dhe për Fakultetin e Kulturës Fizike janë investuar 20 milion euro për 6.000 student. Në vitin 2025, investimet kapitale në Kirillën dhe Metodin 245.000 euro, kurse të Nën Tereza 2 milion euro, edhe pse i pari i ka 23.000 student, kurse i dyti 2.000. Ligji për arsim të lartë sipas ministres pritet që së shpejti të kalojë në qeveri e më pas dërgohet në kuvent për votim. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miratoi sot propozimin e qeverisë për vazhdimin e gjendjes së krizës të krijuar si pasojë e rritjes së çmimeve të naftës në tregjet globale. Me këtë gjendje e krizës do të vazhdojë edhe për 3 muaj të tjerë. Opozita maqedonese ka kritikuar qeverinë për mënyrën se si ajo po menaxhon me krizën. Ende pa filluar mirë, seanca në të cilën deputetët vendosën për vazhdimin e gjendjes së krizës, përfundoi e si pasoj me 80 vota për, asnjë kundër dhe asnjë të përmbajtur, kuvendi ka miratuar kërkesën e qeverisë për të vazhduar gjendjen e krizës, që do të fillojë nga 21 prilli dhe do të zgjasë deri më 20 korrik. I vetmi deputet që mori fjalën në këtë seancë ishte deputeti i Levicës Amar Mecinović, i cili tha se si grup parlamentar e mbështesin vazhdimin e gjendjes së krizës, por kritikojnë mënyrën se si shteti udhëheq me të njëjtën. Sipas Mecinović, Maqedonia duhet të marrë mësim nga shtetet tjera dhe të përballet me krizën në atë mënyrë që të mos krijojë krizë tjetër me njëherë pas saj. Deputeti opozitar tha se shteti veç me krizën duhet të përballet edhe me kartelet në pothuajse të gjitha sektorët, si ato të energjetikës, po edhe në sektor të tjerë. Kemi një kontradikt politike, të cilën nuk e kemi të qartë. Kryeministri Miskoski dhe Ministri i Energjetikës me javë të tëra deklarojnë se situata është stabile, por nga ana tjetër kemi në fuqi gjendje krize. Për më tepër, sot e vazhdojmë gjendjen e krizës edhe pse me javë të tëra na thuhet se situata është stabile. Edhe më tragjike është se në deklaratat e saj, Ministri i Energjetikës ku thotë se gjendja është stabile, por do të ndjekim situatën dhe se do të reagojmë nëse prishën ekuilibrat. Me vazhdimin e gjendjes së krizës nga qeveria thonë se pritet të vazhdojnë edhe më tej masat ekonomike, siç janë ulja e tatimit të vlerës së shtuar nga 18 në 10% dhe ulja e akcizës për naftë dhe derivatet e naftës. Gjithashtu nga qeveria thonë se kanë kërkuar vazhdimin e gjendjes së krizës për shkak të rrezikut serioz për furnizim me energji, naftë dhe derivate dhe mundësisë për pengesa dhe bllokim të importit. Bashkimi Demokratik për Integrim ka akuzuar komunën e Çajirit për keqpërdorim politik për shkak të angazhimit të ish kryetarit të Brvenicës Haqim Ramadani në këtë komunë. Nga komuna e Çajirit kanë hedhur poshtë akuza duke thënë se të gjitha angazhimet në komunë bën në përputhje me ligjin. Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar në lidhje me pagesën që ishe kandidati për kryetar të komunës e Brvenicës, Haqim Ramadani, e merr nga komuna e Çajirit. Nga BDI thonë se Ramadani as nuk jeton në Çajir, as nuk është teksapaguesi i Çajirit dhe as nuk ka lidhje me nevojët e reale të qytetarëve të Çajirit. Për këtë, nga BDI madje kërkojnë dorëheqjen e kryetarit të komunës së Izet Mexhiti. 1.000 euro në muaj për aktivist nga jashtë Çajirit, ndërsa edukatorët pa 100 euro për 6 muaj. Mexhiti duhet të jap dorëheqje. Kjo është keqpërdorim moral, politik dhe institucional i komunës. Izet Mexhiti ka humbur çdo kredibilitet për të folur për përgjegjësi, zhvillim dhe kujdes ndaj qytetarëve. Kërkojmë dorëheqjen e menjëhershme të Izet Mexhitit. Ndërkaq, nga komuna e Çajirit theksojnë se të gjitha angazhimet dhe pakesat bëhen në përputhje me ligjin dhe janë të dokumentuara e të verifikueshme. Nga komuna hedhin poshtë pretendimet për parregullsi. Komuna nuk praktikon dhe nuk do të lejojë angazhime fiktive apo pagesa pa bazë reale. Në përpjekje për të devijuar vëmendjen nga thelbi, po plasohen konstrukte politike që nuk kanë asnjë lidhje me faktet. Në vend që të shtrohet çështja nëse dikush është banor i caktuar, thelbi është nëse puna është kryer dhe në këtë rast ajo është qartësisht e dokumentuar dhe e konfirmuar. Është ironike që pikërisht ata që për vite me radhë nuk vendosën standarde të transparencës, sot përpiqen të mbajnë leksione për llogaridhënie. Nga komuna deklarojnë se çdo proces është i hapur, i verifikueshëm dhe i nënshtrohet të shqyrtimit publik. Ndryshe në financat publike figuron emri i Haqim Ramadanit, i cili merr pagën nga komuna e Çajirit të 1.000 euro në muaj.
Pavarësisht se pjesa më e madhe e instituteve publike shëndetësore nuk ofrojnë kushte bashkëkohore dhe kanë dallim të madh në krahasim me ato private, qytetarët parapalqejnë të vizitohen më tepër në spitale shtetërore. Një pjesë e tyre për shkak të kostove e një pjesë tjetër beson më tepër në cilësinë e shërbimeve publike. Edhe përkundër kritikave të shpeshta dhe pakënaqësive që qarkullojnë në opinion, shëndeti publik mbetet më i besueshëm për qytetarët. Shumica e qytetarëve shprehen të kënaqur me shërbimet mjekësore që marrin, duke vlerësuar profesionalizëm dhe përkushtimin e mjekëve. Edhe pse në disa raste përballen me pritje gjatë kontrolleve, ata e konsiderojnë këtë si diçka të zakonshme dhe të pranueshme, duke pasur parasysh numrin e madh të pacientëve. Shumica e qytetarëve shprehen të kënaqur nga shëndeti publik. Po ashtu, një pjesë e madhe e qytetarëve vazhdojnë të preferojnë spitalet shtetërore, kryesisht për shkak të kostove më të ulta dhe bindjes se shërbimet që ofrohen janë cilësore dhe të besueshme. Për shumë prej tyre, sistemi publik mbetet zgjedhja kryesore për kujdes shëndetësor. Po, zakonisht vi me termin të caktuar këtu, në spital shtetëror, sepse është më lirë. Jo fort, po presa këtë 3 saat, 4, 5, mirë, jo me shtetit. Po. Megjithatë, sfidat e pranishme si pritjet dhe fluksi i madh i pacientëve, qytetarët vazhdojnë të ruajnë një qëndrim pozitiv ndaj mjekëve. Po, rreth gjysmë ore, po, janë të mirë, gjithçka është mirë në shtetëror. Mirë, po, jemi të kënaqur. Po, si të kishe kallaballëk diçka, pritim pak më tepër. Jo, s'ta kanë ndonjë. Po, me shtetin da shumë, po. E gjitha kjo tregon se sistemi publik shëndetësor vazhdon të jetë një shtyllë e rëndësishme për të gjithë qytetarët. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë informoi se gjatë kontrolleve në të gjitha segmentet e zinxhirit ushqimor kanë gjetur plot parregullsi. Inspektorët kanë shqiptuar 10 dënime në vlerë prej 19.000 eurosh, ndërkohë kanë shkatruar 272 kg ushqim të pasigurt si dhe 40 ton vezë të pasigurta në të sekuestruara në kufi. Shërbimet inspektuese të Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari kanë shqiptuar gjoba në vlerë mbi 19.000 euro ndaj operatorëve të ushqimit në kuadër të 1221 kontrolleve të jashtëzakonshme të realizuara para festave të Pashkëve, njoftoi nga agjencia. Janë shkatruar mbi 272 kg ushqimi pasigurt, pjesa më e madhe me origjinë shtazore, në deponin Drislla janë asgjësuar në mënyrë të sigurt edhe më shumë se 40 ton vezë të pasigurta me origjinë nga Serbia fqinje. Inspektorët kanë dhënë 35 vendime dhe 6 paralajmërime për hedhjen në treg të ushqimit me afat të skaduar, përdorimi i mishit të ngrirë në ushqime që përmbajnë mish, produkte të etiketuara në mënyrë të papërshtatshme dhe parregullsitë e tjera. Gjatë kontrolleve të jashtëzakonshme është konstatuar gjithashtu se 7 objekte nuk ishin të regjistruara si operator ushqimor në agjenci, 3 operator nuk kishin kryer kontrollet të detyrueshme shëndetësore për punonjësit, ndërsa te 13 operator janë konstatuar kushte të pakënaqshme higjienike dhe teknike. Kontrollët u kryen në të gjitha segmentet e zinxhirit ushqimor dhe kishin për qëllim parandalimin e vendosjes në treg të produkteve të pasigurta dhe luftimin e tregtisë së paligjshme. Punonjësit e kulturës protestuan para Ministrisë e Kulturës. Përmes protestës, punonjësit kërkuan respektimin e marrëveshjes kolektive dhe dinjitetin e profesionit. Para protestave, sindikatët realizuan takim me ministrin Lutkov, por takimi në fjalë nuk solli marrëveshje, ndërsa sindikata paralajmëroi se të drejtat e punonjësve janë vënë në pikpyetje. Në Tubim u shfaqen pankarta me mesazhe për ruajtjen e marrëveshjes kolektive dhe përmirësimin e kushteve në sektor. Nga Ministria e Kulturës më herë njoftuan se bisedimet do të vazhdojnë edhe në periudhën e vijim.
Komisioni Evropian ka nisur bartjen e mjeteve të parafinancimit prej 61.8 milion eurosh për Kosovën përmes instrumentit për reforma dhe rritje sipas planit të BE-s për rritje ekonomike për Ballkanin Perëndimor. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Nikola Gaon njoftoi se parafinancimi përfaqëson 7% të totalit prej 882.6 milion eurosh grante dhe kredi të favorshme në dispozicion të Kosovës në kuadër të planit për rritje ekonomike deri në fund të vitit 2027. Nga 61.8 milion, 28.74 milion euro janë transferuar sot si kredi në buxhetin e Kosovës, ndërsa pjesa tjetër prej 33.04 milion euro dhe 15.31 milion kredi do të kanalizohen përmes kornizës së investimeve të Ballkanit Perëndimor. Në agjendën e vet të reformave që është bazë për ndarjen e mjeteve për planin e BE-s për rritje ekonomike, Kosova është zotuar të zbatojë 111 hapa reformash duke mbuluar fusha kyçe si sundimi i ligjit, qeverisja, zhvillimi ekonomik, tranzicioni i gjelbër dhe si ai digjital si dhe kapitali njerëzor. Në 6 raste të ndara, policia e Kosovës më 16 prill ka kryer bastisje në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe ku ka sekuestruar armatime të lloje të ndryshme dhe municione. Policia njoftoi se bastisjet u kryen pas informacioneve të marra nga qytetarët në fshatin Banov dhe Prevellak të Zubin Potokut. Policia informoi se gjatë bastisjeve u gjetën pushk, fishek, radiolidhje, uniforma ushtarake dhe një granat dore kryesisht në shtëpi të pabanuara. Një person u shoqërua dhe u lirua për të tehetohet për armbajtje pa leje. Prokurori urdhëroi hapjen e rasteve për posedim të pa autorizuar të armëve. Ministri Xhelal Sfeqla tha se këto prova tregojnë përpjekje që rrezikojnë sigurinë dhe paralajmëroi masa pa kompromis. Autoritetet kanë sekuestruar shpesh armë në veri, sidomos pas sulmit në Bansk me 2023 për të cilën Kosova fajson Serbinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani mbeten të gatshme për t'u angazhuar, ndërsa dialogu po vazhdon, tha Ministria e Jashtme e Pakistanit, duke bërë thirrje për kujdes ndaj spekulimeve mbi një raund të mundshëm të dytë bisedimesh në Islamabad. Zëdhënësi Tahir Andrabi tha se detajat mbi delegacionet e mundshme amerikane dhe iraniane janë çështje e brendshme e paleve përkatëse. Duke folur në një konferencë për media në Islamabad, Andrabi tha se programi bërthamor i Iranit ishte ndër çështjet e diskutuara në negociatat në vazhdim, të cilët ai përshkroi si serioze dhe konstruktive. Nuk pati as përparim dhe as dështim, ka thënë ai, duke shtuar se çështjet mbi programin bërthamor mbeten një temë kyçe. Këto deklarata vijnë ndërsa Pakistani po intensifikon përpjekjet e ndërmjetësimit pasi bisedimet SBA-Iran gjatë fundjavës përfunduan pa marrëveshje. Izraeli ka miratuar një plan 5 vjeçar me vlerë rreth $334 milion për zhvillimin e vendbanimeve ilegale në lartësinë e pushtuara siriane të Golanit. Plani parashikon rreth $334 milion për forcimin e infrastrukturës dhe nxitjen e rritjes së popullsisë izraelite në territorin e pushtuar. Zyrtarët izraelit thanë se nisma synon të shndrojë vendbanimin Kadzirin në qytetin e parë të Golanit. Ata planifikojnë të sjellin 3.000 familje të reja izraelite në Kadzrin dhe në lartësitë e Golanit deri në fund të dekadës. Sipas të drejtës ndërkombëtare, lartësitë e Golanit njihen si territor sirian i pushtuar nga Izraeli që nga viti 1967 dhe zgjerimi vendbanimeve atje konsiderohet i paligjshëm. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.